To janë kupat e Europës, shorti, kapriqet e shortit, e Gnatja pikrisht Tam ikona ne që e rëndësishme e Gnatjes, ekipi ton kampion, e cila është shortuar me islandezët. Normalisht, atin të 4 ekipet që ka, po të shikosh, po të shikosh të 4 ekipet, normalisht tashmë Dinamo dihet që Dinamo ka kaluar turin e parë me fjalë dhe pret fituesin e çiftit e Skeladës. Jo ti marrim 1 nga 1 domethënë, këtë e Gnatja domethënë, se me që është rëndësishme kupa. Në letër për mua, domethënë. Kush është favorit, e Gnatja apo islandezët? Për mua është e Gnatja. Po pse ata kanë vajtur në kupën kanë vajtur në Conference League. Tani unë po them, në letër të 3 ekipet tona janë favorite, në letër. Ajo që shikoj unë me atë syrin tim është pastaj ku aty diskutohet ajo që them këtë gjë. Shiko, mua më binde Gnatja dhe Dinamo dhe nuk më bind Partizani dhe Vllaznia. Ky Breda Blik në Island, e diti që ata kanë vajtur njëherë, janë futur në grupet e konferencës. Po, edhe Dudelanxhi ka shku në si që kemi favorit në kur ata kanë eksperiencën? Po tani pyetja është në letër. Letër. Minusi është që ato janë aktivitet, janë java 12. Është java 12 e kampionatit në Island, edhe janë po bëj një ritëm që po them. E Gnatja është e formuar. Vllaznia, ajo Dinamo është e formuar, tani problematika është ke Partizani dhe ke Vllaznia. Po tami, e di përsa nuk e kuptoj, të bëj dhe qik anën debatuse. Ti mësuj mua një letër. Si mund mësuash kjo është në letër, se thot njeri, këta e Gnatjes ka kaluar një tur në kupat e Europës, asë njerë në histori. Këta tjerët janë në kupat e... kanë hyrë në grupë. Nuk është argument. Si mund tjetë? Si s'është argument? Po pse Skënderbeu s'kishte dalë njëherë nga dyrit parë, kishte 30 vjet. Eksperienca e ekipeve s'është argument, se kuptova, këtë me gjatë. Ajo që thuat, ja, unë ditë themet e mi gjë, po marrë Luksemburgun, edhe pse tani nuk ka më ekipe të leta, apo këtë, unë ditë themet e mi gjë, në Luksemburg, në 10 vitet e fundit, 2 janë ekipet që bëjnë diferencë dhe fitojnë kampionatin me 20 pikë përpara. Dudelanxhi, Diverdanxhi. Domethënë 2 ekipe janë. Dudelanxhi, ekipi që eliminoi Tiranën në 2022-shin, e fort e mundi Tiranën dhe në Luksemburg dhe në Tiranë. Dhe u fut në grupet e Conference League-s. Tani këtë vit kampion ka dalë Diverdanxhi, që është ekipi që ka rënë me dritën. Domethënë, këto 2 ekipe bëjnë diferencë sepse kanë lojtarë brenda gjerman edhe francez. Që nuk kanë lidhje me Luksemburgun, Gjithë amatorja, Jo, nuk kanë amator ata. Punojnë për banka dhe... Kush? Në Luksemburg e marrë lekë të dy njës të rafi Tirana brenda ja. Ne kemi ngellë para viteve 80 në duket. Që ishin atere, se ju lunet me Bayern, Barcelona. Ka ndryshuar punën tani. Kampionati Luksemburgut është kampionati nivelit dobët. Si kampionat. Sepse këto 2 ekipe bëjnë diferencën shumë të madhe me grupin e tjetër të ekipeve. Domethënë, si ta fitosh kampionatin me 20 pikë diferencë, po goni, kampionati Luksemburg, po sigurisht do të me 20 pikë diferencë fitosh. Nuk e në krahasim të ka një koncept të shit mendimi im është ky që domethënë këto skuadrat tona u bën disa vite ose më shumë vite këto vite fundit që përpoliten me këto skuadra që janë serbat me zia. Po si rref dot? Një sekond pra. Nuk e rref dot. Përpoliten aty, rrifen, ku dy skualifikohen, bëhen copa, nuk merret verse me kë luajn, kush lu, bankier, guzhinjera, ku diun çfarë janë, duken ekipet mëdha, i interesa shumë të mëdha, tha pak më përpara tani, ku janë me këto interesa kaq mëdha? Por bankieri merr 7.000 euro në muaj atje ti. Ka shqiptar me 500.000 lekë në muaj. Ne i kemi gjetur bankier, kamarier, shofer, peshkatar. Islandezët po të kanë rraf gjithmonë. E kam për sportin dhe se 500.000 lekë pa për siguracion. Se marrë se çfarë po thotë. Po vetëm këtë gjë ata. Po ti do me thon gjë tjetër ti tash. Po dëgjoj për çfarë po them që ti s'po merr çfarë po them. Ja, skuadrat tona janë në niveli kaq të ulët në këto vite fundit, sa po përdojnë një nivel futbolli ku aty ballafaqohesh në mënyrë skandaloze. Nuk ka lënë dot i tur, shkoi skuadra që janë formuar akoma thot tan, apo jo, prej vitesh. Edhe ka shpresë këtë vit se themi që një ekip, po themi si Gnatja, që është i formuar, që nuk është shkatërruar nga çau mbyll sezoni. Ekipi më i mirë që kemi ne kampioni i Shqipërisë, mund bëj diçka me këtë që Zoti Alliu më tha pak më parë. Se nuk e mbarova bisedën. Që do të thotë, prandaj po them, do përpolitemi këtë turin e parë, na e njëna mund barazoja, mund të kaloj, edhe ti je i sigurt që në tur 2 skema skuadra shqiptare ti do ikin gjitha. Prit një sekond. Kjo tregon nivelin ton, të futbollit shqiptar, sepse turi e thot me
me shumë ironi niveli i lartë Luksemburgu. Derisa të rref, është më mirë se ty. Shikoj ironinë e Derisa të rref, gjithmonë ka pas. Gjithmonë ka pas. Që është më mirë se ty. Këto kush janë do Islanda, Estoni, Letoni, ne mos harrojmë dhe gjë, që ne me këto skuadrat balltike, edhe ekipi kombëtar jonë dështoi para 2 javëve. Kombëtar shqiptar. Si fitua 0. Kështu që të mos themi kop sigur Gjova dhe Drilonin atje, Shorti i ka buzëqeshur skuadrave shqiptare. Si short mirë ka. Buzëqeshje është kjo më. Jo, si short e ka mirë i përso. Spari dhe nuk mund ta bjeni me Bayern. Si short Bayern dhe Kroacia. e ka mirë sepse nuk ke as Dinamo Zagreb, as nuk ke Cervena Zvezda. Po goni do ta nxjerr Drilon Çapollarin lidhje paralele të ai mendon që ka Në kuptimin e gjës.